I penduari i drejtësisë Artan Tafani ka dëshmuar përpara gjykatës së posaçme duke zbuluar detaje të reja për vendosjen e dritolit në lokalin e reperit të njohur Noizi. Tafani ka deklaruar se pas ngjarjes grupi kriminal është zhvendosur në Ksamil duke u aprovuar porosia dhe duke u përgatitur më vonë për fazat e mëtejshme. Mëtej ai ka deklaruar se Fation Veliu ishte në timon ndërsa vëzhguesi po ruante lëvizjet e Recep Ginës, i cili komunikonte gjithashtu me Laert Haxhiun. Tafani pohoi se ai çon fjalë, thotë se ka më mik shefin e policisë së krimit në Elbasan dhe do ta mbyllte ai çështjen e Peqinit. Laerti kishte një maskë plastike dhe një paruke bionde, të cilat i kishte gjetur e dashura e Laertit. Unë do të bleja rroba dhe këmisha grash dhe do të kaloja përballë lokalit me këtë veshje. Hetimet dhe dëshmitë të penduarve tregojnë se arsyeja kryesore që lidhet me vendosjen e dritolit në lokalin e reperit të njohur Noizi ishte hakmarrja e rrahjes së Klevios nga reperi Noizi.